Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka hedhur hapin e parë drejt të transportit ekologjik përmes krijimit të OSHE Charge, një platformë që do të mundsojë zgjerimin e pikave të karikimit për automjetet elektrike në të gjithë territorin. Në ceremoninë e prezantimit, zëvendës kryeministria dhe ministri i energjisë Belinda Balluku theksoi rëndësinë e këtij projekti si pjesë e tranzicionit të gjelbër të vendit, ndërsa paralajmëroi rregullime ligjore për tregun e karikimit elektrik. Sot jemi këtu për të lançuar një produkt të ri. Një produkt të ri OSHE Charge, shërbimi i karikimit të mjeteve elektrike. Në një kohë kur transporti po evolon drejt teknologjive të pastra, ky është një hap i natyrshëm dhe i domosdoshëm. Ndërkohë, mungesa e procedurave administrative edhe në nivel vendor ka prodhuar një treg të parregulluar, ku energjia e bler me 14 lek rishitet nga tregtarët privat nga 40 deri në 60 lek. Sot në vend qarkullojnë rreth 16.000 mjete elektrike dhe ekzistojnë 254 pika karikimi. Për të siguruar qëndrueshmëritë e konkurrencës të ndershme me kërkesë të OSHE-s, është miratuar nga enti rregullatori i energjisë një çmim i veçantë për furnizimin e flotës elektrike prej 22 lek për kilovator. Ndërsa kryeministri Edi Rama foli për transformimin e sektorit energjisë përmes digitalizimit, duke paralajmëruar vendosjen e matësve inteligjent që do të përdorin inteligjencën artificiale për të përmirësuar faturimin dhe ulur humbjen teknike në rrjet. Besoj brenda vitit të ardhshëm do të kemi edhe fillimin e punës transformuese për macat e energjisë, duke kaluar në sistemin e macave inteligjent me një parti të parë prej rreth 350.000 macash dhe brenda këtij mandati besoj që do të përmbyllim edhe këtë proces. Kreu i qeverisë njoftoi gjithashtu rritjen e pagave për punonjësit të OSHE-s, duke theksuar se buxheti i vitit 2026 parashikon një indeksim me 6.1% për 6.800 punonjës të kompanisë. Sipas qeverisë, këto masa janë pjesë e strategjisë së gjerë për modernizimin e sektorit energjetik, rritjen e eficiencës dhe nxitjen e përdorimit të energjisë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.